ata duhet të ndryshojnë këtë qasje, duhet të ullën, diskutojnë dhe të gjenë zgjidhje. Unë që para një viti kam kërkuar dorëheqjen e Lumir Abdigjikut, qysh pas zgjedhjeve lokale të vitit kaluar, sepse ishte trendi i rënjes LDK-s, edhe i PDK-s, pra kryetari i PDK-s dha dorëheqje, unë kërkova që t'jap dorëheqje edhe kryetari i LDK-s, atëherë u acaruan tepër shumë nga deklarata ime, duke mos e parë atë që vinte më pas. Pra ata nuk e shihnin trendin e rënjes LDK-s, pra po t'jepte atëherë dorëheqje, situata ishte pak më e mirë dhe ndoshta LDK-ja do të gjente një zgjidhje. Pas asaj ofrimit dorëheqjes, por që nuk u dha realisht, pas një vendimit themi jo statutar të kuvendit LDK-s, për të mos e pranuar dorëheqjen e Lumir Abdigjikut, atëherë situata shkoi duke u acaruar, edhe jemi sot ku jemi, pra jemi në këtë situatë që jemi. Në fakt edhe unë, po edhe shumë nga LDK-ja, kemi pritur më shumë nga ardhja Vjosa Osmanit. Keni pritur më shumë? Po, kemi pritur më shumë, një 3%